Dashi, 21 Mars, 19 Prill, sot, Dashi, planeti yt sundues Marsi hyn në një fazë që të jep energji të re për të mësuar, për të zgjeruar dhe për të ndjekur ëndrat e tua. Deri në mes të dhjetorit do të ndihesh më i guximshëm në mendime dhe veprime. Mund të kesh ide të mëdha për të ardhmen, të studiosh diçka të re apo të planifikosh udhëtime që ke ëndërruar prej kohësh. Megjithatë, sot mund të ndjesh një tension të brendshëm, sikur diçka të pengon të lëvizësh përpara. Kujdes me nxitimin, sepse mund të dalin konflikte me njerëzit rreth teje ose të ndodhë ndonjë keqkuptim në komunikim. Mos lejo që zemërimi apo stresi të bëjnë të reagosh me vrull. Nëse ndihesh i lodhur nga rutina apo nga njerëzit që të kufizojnë, gjej mënyrën të shkputesh pa krijuar probleme. Mos u nxit për të folur apo vendosur gjëra të rëndësishme, merr frymë, reflekto dhe lëvdo veten për sa ke arritur. Nëse vendos të ndryshosh diçka sot, bëje me zemër, jo nga inati. Ky është një moment i mirë për të çliruar nga gjërat që të mbajnë pas dhe për të ecur drejt diçkaje të re e më të madhe. Demi, 20 Prill, 20 Maj, sot, Demi, Marsi hyn në një fazë të re që do të zgjasë deri më 15 dhjetor dhe do të ndikojë në marrëdhëniet e tua më të thella dhe në jetën emocionale. Kjo periudhë të shtyn të kërkosh lidhje më të sinqerta dhe më të forta, qoftë me një person të dashur apo me një qëllim që të pasionon. Tani ke më shumë guxim për të përballur gjërat që më parë i ke shmangur, për të zgjidhur probleme të fshehura ose për të përmirësuar mënyrën si ndan përgjegjësi dhe ndjenja me të tjerët. Megjithatë, sot duhet kujdes. Marsi përballet me Uranin dhe kjo mund të sjellë tension në çështje parash, borxhesh apo varësisht nga të tjerët. Mund të ndihesh i lodhur që dikush ka shumë ndikim mbi ty, apo që varet prej teje për diçka. Gjithashtu, mund të lindë dëshira për më shumë pavarësi financiare apo emocionale. Mos merr vendime të nxituara. Nëse rreziku është i vogël, mund ta provosh, por nëse ndikon tek puna, marrëdhëniet apo financat e tua, më mirë prit. Sot nuk është dita më e mirë për veprime impulsive. Shfrytëzoje këtë energji për të çliruar nga ndjenjat e vjetra, për të falur, për të kuptuar më thellë veten dhe për të hapur ndaj përvojave të reja e më pozitive. Kjo periudhë do të ndihmojë të largosh nga jeta jote çdo energji që nuk të shërben më. Binjakët, 21 Maj, 20 Qershor, sot, Marsi hyn në shenjën e kundërt me tënden dhe do të qëndrojë aty deri më 15 dhjetor, Binjak. Kjo periudhë do të ndesë energjinë në marrëdhëniet e tua, qoftë në dashuri apo në punë. Mund të ndihesh më i guximshëm për të përballur konfliktet që më parë i ke shmangur, apo për të folur hapur për gjërat që ke mbajtur brenda vetes. Gjithashtu, mund të hyjë në jetën tënde dikush plot energji, dinamik e ndonjëherë edhe kokfort, një person që të sfidon, por që gjithashtu të mëson shumë për veten tënde. Në marrëdhëniet ekzistuese mund të ketë më shumë gjallëri, por edhe më shumë tension. Të tjerët mund të frymëzojnë, por në momente të caktuara mund edhe të irritojnë. Kjo është periudha ku testohen kufit dhe durimi yt. Mos haro, nuk ke nevojë të fitosh çdo debat, ndonjëherë është më e mençur të ruash qetësinë sesa të tregosh forcën. Sot, me Uranin që të nxit për pavarësi, mund të ndihesh i mbytur ose i kufizuar nga dikush. Do të kesh dëshirë të çlirohesh, por bëj kujdes me reagimet impulsive. Një fjalë e thënë në nerva mund të prishë një raport të vlefshëm. Përdore këtë energji për diçka produktive, sport, krijimtari apo një projekt që të pasionon. Nëse arrin ta kanalizosh siç duhet, kjo fuqi mund të ndihmojë të arrish shumë më tepër se sa mendon. Gaforia, 21 Qershor, 22 Korrik, sot, Marsi hyn në sektorin e punës dhe shëndetit tënd, deri më 15 dhjetor, Gafore. Kjo periudhë do të japë një shtysë të madhe për të përmirësuar mënyrën si kujdesesh për veten dhe si organizon përditshmërinë tënde. Do të kesh më shumë energji për të bërë punët që zakonisht i shtyn, për të vendosur rregull e për të ndërtuar një rutinë të shëndetshme. Mund të jetë një periudhë shumë produktive, por edhe pak stresuese. Do të ndihesh më i motivuar për të qenë i pavarur në mënyrën si punon, por çdo pengesë apo ndërhyrje mund të irritojë shpejt. Kujdes me reagimet impulsive, sidomos sot.
sepse mund të thuash apo bësh diçka që e pendon më vonë. Ka mundësi të përballesh me njerëz të paduruar ose me situata që testojnë durimin tënd, ndaj është mirë të marrësh frymë thellë dhe të mos e lejon nervozizmin të prish ditën. Në anën pozitive, kjo energji është e mrekullueshme për të shkarkuar në mënyrë të dobishme. Bëj pak aktivitet fizik, kujdesu për trupin, pastro hapësirën ku punon ose krijo diçka. Mos e lodh trupin më shumë se sa duhet, por mos e mbaj as tensionin brenda vetes. Marsi të shtyn të marrësh kontrollin mbi jetën tënde të përditshme, përdore me mençuri dhe do ndihesh më i lehtë, më i organizuar dhe shumë më në formë shpirtërore. Luani, 23 korrik, 22 gusht. Sot, Luani ndjen një dëshirë të fortë për liri, spontanitet dhe pak ndryshim nga rutina e zakonshme. Me Marsin që kalon në shtëpinë tënde të 5 diellore, fillon një periudhë e re plot energji dhe vetbesim që do të zgjas deri më 15 dhjetor. Kjo është një kohë e shkëlqyer për dashurinë, krijimtarinë dhe çdo gjë që e ndez shpirtin tënd. Do të ndihesh më i guximshëm për të ndjekur atë që dëshiron me të vërtetë, qoftë një lidhje romantike, një projekt personal apo një ëndër e vjetër që pret të marrë formë. Nëse kjo energji nuk kanalizohet siç duhet, mund të lindin tensione me partnerin apo njerëzit që ke afër. Sidomos nëse ndjen se po të kufizojnë. Sot mund të kesh të bësh me njerëz të paparashikueshëm ose me situata që ndryshojnë shpejt. Shoqëria, dashuria apo planet mund të duken si një karusel emocionesh. Mos lejo që padurimi apo rebelimi të çojë në vendime të shpejta që mund t'i pendohesh. Në vend që të reagosh impulsivisht, përdore këtë zjarr të brendshëm për të krijuar, për të dashuruar më me pasion, apo për të ndërtuar diçka që të përfaqëson. Nëse ndjen që diçka po të rëndon brenda, gjej një mënyrë të shëndetshme për ta liruar, përmes artit, lëvizjes apo një bisede të sinqertë. Kjo periudhë është për ty që të rikthehesh në qendër të vetes. Të jetosh me guxim dhe ta ndjekësh zemrën pa frikë. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator. Sot, Marsi hyn në shtëpinë tënde të 4 diellore, duke sjellë një valë të re energjie në jetën familjare dhe shtëpinë tënde. Kjo periudhë mund të jetë plot lëvizje, ndonjëherë kaotike, ndonjëherë jashtëzakonisht produktive. Do të ndjesh një shtysë të fortë për të sistemuar gjërat, të organizosh shtëpinë, të rregullosh diçka që ke lënë pezull, ose të përmirësosh atmosferën mes familjarëve. Mund të kesh dëshirë të ndërtosh një ndjenjë më të fortë sigurie e rehatie për veten dhe të afërmit. Megjithatë, me Marsin që përballet me shenjën tënde, rruga drejt qetësisë mund të mos jetë gjithmonë e lehtë. Do të duhet të punosh me durim për të arritur qëllimet, por këmbëngulja do të shpërblehet. Sot, për shkak të përplasjes mes Marsit dhe Uranit, mund të ndihesh i lodhur nga kufizimet, qofshin ato në familje, punë apo përgjegjësi që po të rëndojnë. Një ndjenjë e brendshme rebelimi mund të shpërthejë, sidomos nëse ke mbajtur gjatë brenda vetes tensione apo pakënaqësi. Ky është momenti për të liruar atë që të mban pas, por bëje me mençuri. Mos e lejo zemërimin të udhëheqë, përdore energjinë e Marsit për të bërë ndryshime reale dhe pozitive. Një bisedë e hapur me një familjar, një riorganizim i hapësirës personale, apo edhe pak kohë për veten mund të ndihmojnë të rifitosh ekuilibrin. Kujdes me reagimet impulsive, një qëndrim i qetë dhe i matur do të ndihmojë të dalësh fitimtar edhe në situata të ndërlikuara. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor. Sot, Marsi hyn në sektorin tënd të komunikimit dhe do të qëndrojë deri më 15 dhjetor, duke sjellë një valë energjie mendore dhe motivimi për të mësuar gjëra të reja. Kjo është periudha kur mund të ndihesh veçanërisht i nxitur të shprehësh mendimet e tua, të nisësh biseda të rëndësishme ose të krijosh lidhje të reja me njerëzit rreth teje. Energjia e Marsit të jep guximin të bësh hapat e parë, por kujdes nga nxitimi ose padurimi, të tjerët mund të mos kapin ritmin tënd, dhe kjo mund të shkaktojë tension. Marsi, duke u përplasur me Uranin, mund të sjellë një ndjenjë trazje në rutinën e përditshme. Përveç obligimeve të zakonshme, mund të ndjesh dëshirën e fortë për liri, ndryshim dhe veprim.
Ky konflikt mes detyrave dhe nevojave personale mund të bëjë të ndihesh i stresuar, por është e rëndësishme të gjesh një ekuilibër për të ruajtur qetësinë mendore. Në këtë periudhë, mos lejo që të tjerët të imponojnë ndryshime. Jeni të sinqert me veten dhe identifiko çfarë duhet të bësh për të ecur përpara. Mos u ngjit tepër pas një metode, besimi apo pikpamjeje të vetme, fleksibiliteti dhe vëmendja ndaj situatës mund të të ndihmojnë të shmangësh tensionin e panevojshëm dhe të shfrytëzosh energjinë e Marsit për rezultate pozitive. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor, sot, Marsi del nga shenja jote, duke sjellë një lehtësim të presioneve dhe ritmi i jetës të duket më i qetë. Energjia që shpesh ndjej e shpërndar, tani mund të përqendrohet tek sigurimi i stabilitetit dhe rritja e aseteve personale. Marsi do të qëndrojë në sektorin tënd të burimeve deri më 15 dhjetor, duke të nxitur të investosh kohë dhe përpjekje në biznes, financa ose në rritjen e pasurisë që ke. Kjo periudhë të shtyn të mbrosh interesat e tua, të afirmosh nevojat dhe të qëndrosh i vendosur për atë që të takon. Megjithatë, me përplasjen e Marsit me Uranin sot, mund të ndjesh tundimin të veprosh me nxitim ose në mënyrë rebelojse. Konflikte të vogla mbi financa ose pronësi mund të dalin në pa, ose mund të ndihesh i nxitur të zbuloj diçka të fshehur për të liruar tensionin e grumbulluar. Është një kohë e mirë për të reflektuar mbi jetën tënde dhe për të gjetur mënyra për të çliruar veten nga kufizimet që të pengojnë të ndihesh i lumtur. Tregohu i kujdesshëm me reagimet impulsive dhe përpiqu të kanalizosh energjinë e Marsit në veprime të menduara dhe të dobishme. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor, sot, Marsi hyn në shenjën tënde, duke sjellë një periudhë të fuqishme energjie dhe vendosmërie. Kjo është një kohë kur aftësia jote për të vepruar drejt qëllimeve bëhet më e qartë dhe vendosmëria të ndihmon të arrish shumë, veçanërisht në projekte krijuese ose marrëdhënie romantike. Do të ndihesh më guximtar dhe më i vendosur për atë që dëshiron dhe energjia jote e zjarrt të shtyn të marrësh iniciativa. Megjithatë, me përplasjen e Marsit me Uranin sot, mund të ndjesh tension ose irritim, veçanërisht nëse dikush përpiqet të imponojë diçka. Mos lejo që zemërimi të shtyjë të veprosh me nxitim. Reagimet impulsive mund të sjellin konflikte me partnerin, një mik të veçantë ose këshilltarin tënd. Është më mirë të marrësh frymë thellë dhe të ruash qetësinë, duke përdorur këtë energji për të pastruar rrugën dhe për të vepruar me fokus dhe besim. Në këtë cikël, mund të përjetosh situata të papritura, por gjithashtu do të kuptosh se me durim dhe drejtim të qartë, mund të ecësh përpara me më pak pengesa dhe më shumë siguri. Përdor këtë periudhë për të vendosur bazat e një drejtimi të qartë dhe për të forcuar besimin te vetja. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar, sot, Marsi hyn në sektorin tënd të privatësisë, duke hapur një periudhë reflektimi dhe vetvlerësimi. Ky është një moment për të rishikuar qëllimet dhe dëshirat e tua, për të kuptuar më qartë se çfarë është vërtet e rëndësishme për ty. Çështjet e shtyra, tensionet e brendshme ose situatat që ke evituar tashmë bëhen më urgjente, duke të nxitur të marrësh vendime përfundimtare ose të shfrytëzosh këtë energji për të çliruar ato emocione të mbajtura brenda. Megjithatë, përplasja e Marsit me Uranin sot mund të shkaktojë tensione, veçanërisht nëse ndihesh i kufizuar ose mbi ngarkesë me detyra. Zemërimi ose pakënaqësitë e brendshme mund të dalin në sipërfaqe, sidomos nëse kalon kufijtë e durimit. Është e rëndësishme të kuptosh limitet e tua dhe të përpiqesh të punosh në mënyrë të pavarur ose me ritmin tënd. Ky cikël të inkurajon të jesh i vetëdijshëm për reagimet e tua dhe të përdorësh këtë energji për të çliruar tensionet në mënyrë konstruktive. Si e menaxhon këtë ndjenjë të brendshme të ngarkesës do të vendos nëse do të përjetosh një përparim të qetë dhe të dobishëm apo do të përplasësh pengesa të panevojshme. Kjo është një periudhë e fuqishme për të pastruar energjitë e mbajtura brenda dhe për të reflektuar për rrugën tënde personale. Ujori, 20 janar, 18 shkurt, sot, Marsi hyn në sektorin tënd të misive dhe qëllimeve, duke filluar një periudhë që zgjasin deri më 15 dhjetor, ku energjia jote shoqërore dhe ambicia për të ndjekur objektivat personale do të jenë të larta.
Në javët e ardhshme, marrëdhëniet me miqt, shokët e punës dhe grupet mund të jenë më aktive dhe dinamike se zakonisht. Do të ndihesh më i motivuar dhe më guximtar për të forcuar lidhjet shoqërore ose për të ndjekur qëllimet e tua për lumturi dhe sukses. Sot, përplasja e Marsit me Uranin mund të nxjerrë në sipërfaqe dëshira të fshehura ose tensione të vjetra. Është e rëndësishme të shmangësh impulsivitetin dhe vendimet e nxituara. Pasi pasionet dhe dëshirat e papritura mund të jenë më shumë reflektim i brendshëm i paqëndrueshmërisë se sa i asaj që është realisht e qëndrueshme. Energjia në jetën sociale është e fortë dhe mund të sjellë përballje ose konflikte të papritura me miq, dashuri ose gjatë ndjekjes së kënaqësive. Ky cikël të sfidon të identifikosh çfarë nuk mund të tolerosh më dhe çfarë duhet të lësh pas, duke të ndihmuar të bësh ndryshime pozitive dhe përmirësime në marrëdhëniet dhe objektivat e tua. Nëse e menaxhon me kujdes energjinë dhe emocionet, kjo është një periudhë e shkëlqyer për të rritur ndikimin dhe suksesin shoqëror. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars. Sot, Marsi hyn në pjesën më të lartë të hartës tënde diellore, duke ndezur ambicjet dhe dëshirën për pavarësi. Ky planet i zjarrt do të energjizojë këtë sektor deri më 15 dhjetor, duke të nxitur të marrësh iniciativa për të përmbushur përgjegjësitë e tua ose për të avancuar interesat profesionale. Gjatë kësaj periudhe, impulsiviteti dhe konfliktet të vogla me autoritetet mund të shfaqen her pas here, por kjo energji mund të përdoret gjithashtu për të shtyrë veten të bësh më mirë. Ndonjëherë gjërat nuk vijnë lehtë, por kjo shtysë e vogël mund të jetë pikërisht ajo që të duhet për të arritur rezultate. Sot, nervozizmi mund të vijë nga pakënaqësia e brendshme dhe dëshira për të shpëtuar nga situata kufizuese, duke të treguar nevojën për të liruar presionin. Frustrimet që dalin sot mund të të ndihmojnë të kuptosh më mirë vetveten dhe dëshirat e tua. Bëre çfarë veprimesh impulsive apo vendimesh të nxituara mund të marrësh, por dëgjo zemrën dhe mbaje qetësinë. Tensionet e mbajtura më parë mund të shfaqen, por nëse i menaxhon mirë, ato të hapin rrugën për një fillim të ri, duke të bërë të ndihesh i çliruar dhe i freskuar.